është kënaqësi që t'ju bashkohem sot në këtë konferencë kaq të rëndësishme për sistemin tonë arsimor. Derisa si vjet konferenca është në vitin e 6 të saj, me mbi 200 pjesëmarrës e me rreth 100 prezantime, del të jetë forumi më i madh për arsimin në Kosovë. Këto konferenca do të na nxisin diskutimin për të ndarë përvojat e mira, për të marrë mësime, për të analizuar sfidat dhe arritjet tona e veçanërisht për të projektuar të ardhmen e shkollave dhe të universiteteve tona. Kjo konferencë, e cila organizohet nga Fakulteti i Edukimit, pikërisht ku nisin ndryshimet, aty ku formohen dhe përgatiten mësimdhënësit e brezave të rinj. Kjo platformë duhet të kontribuojë në bashkëprodhimin e politikave tona shtetërore. Temat që do të trajtoni këto 2 ditë janë shtylla mbi të cilat po vijojmë reformat tona. Çdo sistem arsimor kulmon aty ku arrin shkëlqimi i mësimdhënësve që e përbëjnë atë. Ne jemi të përkushtuar që praktikat ulëmtuese të shndrojmë në udhërpyes të politikave tona shtetërore. Cilësia e mësimdhënies, përgatitja e duhur dhe zhvillimi profesional i vazhdueshëm do të jenë standarde të qëndrueshme për çdo institucion arsimor të Kosovës. Uroj e shpresoj që gjetjet dhe rekomandimet tuaja nga këto 2 ditë pune të shndrojmë së bashku në veprime konkrete. Ministria është gati, shkollat tona janë gati dhe brezat e rinj e meritojnë më të mirën. Ju falenderoj për përkushtimin tuaj, ju uroj për këtë punë të mirë të nderuar dekan dhe stafi i fakultetit, gjithashtu rektorët dhe juve, dhe ju uroj punime të mbara e diskutime të frytshme gjatë këtyre 2 ditëve. Faleminderit. Përshëndetje, e mirë se keni ardhur në Universitetin e Prishtinës, i nderuar ministër Qeku, i nderuar dekan Saqipe, i nderuar dekan, profesor, studius, pjesëmarrës. Faleminderit shumë që e keni bërë mundur konferencën e 6 të radhës për një temë kaq të rëndësishme për arsimin e ne jemi këtu në Fakultetin e Edukimit që për mendimin tim është baza e asaj se çfarë e ka të shkon sektori i dijes, çfarë student do të na vinë ne në vitet e dekadat e radhës, varet shumë prej asaj se çfarë bëjmë ne tani këtu në Fakultet të Edukimit, se kur të vinte ne student në universitet, atëherë është tepër vonë me provu, me korrigju, nëse është e nevojshme me korrigju diçka. Gjitha studimet tregojnë që arsimi i hershëm të fillu prej kopshteve edhe formësimit në shkollat fillore e të mesme është fort i rëndësishëm. Kur vinte ne në universitet, atëherë duhet edhe të trajtojmë edhe të shohim si kolegë. Për përmendje këtë, vetëm me rikujtu e jo me ju mësu ju profesorëve të Fakultetit të Edukimit për rëndësinë e fushës ku ju kontribuoni e punoni çdo ditë, që jemi shumë të varfër për me injoru një sektor kaq të rëndësishëm drejt një shoqërie të dijes. Jem i bindur që vullneti nuk ka mungu asnjëherë më parë, po as tani nga Ministria e Arsimit, nga secila pjesëtare e kësaj shoqërie, po ne duhet të shohim e të mësojmë se çka po bëjmë mirë e çfarë do duhet bënim edhe më mirë. Konferencat e këtilla, unë besoj që janë platforma jashtëzakonisht dobishme për kumtimin e dijeve, kulumtimeve të reja në këtë fushë kaq të rëndësishme, si dhe shpresoj e besoj që këtu dije do të lidhen me praktikën dhe nuk do të ngelin dikun vetëm në revista apo në për sirtar të publikuara. Kur jem pozita që duhet me marrë vendime, e vendimet të ne kanë pasoja o të mira o jo të mira, atëherë është esenciale që këtu vendime mundësisht mi marrën bazuar në evidencë empirike në dije, se jo me vendos në bazë të hamendësimit.
Kur të vendos, atëherë gjithmonë edhe e hap derën për ndoshta mu kritiku, për se nuk e ke bu vendimin më të mirë të mundshëm. Po vendimi më i mirë i mundshëm kur gjykohet në atë formë duhet mu konsideru se bazë të rrethanave edhe citatës së vënë. Ne jemi dëshmitar që zhvillimit demografike po tregojnë që edhe numri i nxënësve, po edhe i studentëve është duke rënë. Largimi i njerëzve jo vetëm nga Kosova jonë, po nga tërë kjo pjesë e Evropës është trend. Nëse dojmë ne me pas një të ardhme të qëndrueshme, ne duhet të punojmë fort që vërtet me shku përtej vetëm aspektet deklarativ që jemi duke punu, duke reformu sistemin e arsimit edhe të mëtu një shoqëri të dijes. Qofse arrim ne edhe mundësit i kemë besoj fort të mira që me kriju një shoqëri të dijes, atëhere ne e kryujmë bazën edhe për mi mojt njerëz në këtë vend, edhe për me kriju një fundament solid për zhvillim të qëndrueshëm. Në qofse dështojmë këtu, atëherë në besoj që kemi dështu si shoqëri, si universitet edhe gjithë si shoqëri. Duke po zhvillimet e vitet dekadat të fundit, me gjithë sfidat që ekzistojnë, unë besoj që trendi është pozitiv. Ne jemi duke tentu me u përshtat në bazë dhe zhvillimeve teknologjike në kohën të cilën jetojmë. Ne do të përfundojmë me qenë të mirë vetëm qoftë se rezistojmë transformimin, reformimin e drejt edhe të përshtatjes të kohën të cilën jetojmë. Në kohën e inteligjencës artificiale, ne besoj që duhet të reflektojmë edhe të shohim se çka edhe si të punojmë edhe në kopshte, edhe në shkolla, e sidomos edhe ne këtu në universitet. Kjo ishte, jam i vetëdijshëm se ishte përtej fjalës përshëndetse, po shpresoj që nuk e kesh përdorur rastin, po e mirë përdorur rastin për me nda me ju bot kuptimin tim mbi këtë çështje i cili lehtas mund të jetë edhe i gabuar, po konferencat e këtilla që jam shumë i lumtur që po mbahen edhe për herë të gjashtë radhazi, e tregojnë një qëndrueshmëri që nuk është shpeshherë rasti, si dhe ofrojnë dijen, këto hulumtime që janë bo, prezentime që do t'i bëni, ofrojnë dije për atë se si ata që duhet me marrë vendime, pavarësisht a udhëhec i degës mrena fakultetit, a dekan, a rektor, a ministër, që këtë ato vendime mundësisht mi bazu sa ma shumë në përvojë empirike, edhe kjo besoj që shpjen vërtet në vendim marrje më të mirën të mundshme në situatat edhe për sfidat me cilat ballafaqohemi në punët tonë të përditshme. Ju uroj një konferencë të suksesshme, se dhe pres me pa durim që rezultat edhe i kësaj konferencë tani me dalë sugjerime, rekomandime konkrete se çfarë do të mund të bënte udhëheci i degës, dekani, rektori, ministri, e krejt këna, si që shini na veprujmë, ndërveprujmë në një ekosistem, se çfarë do të mund bënim ne edhe më mirë, e çfarë do të duhej të ishin ato fusha ku ne do të ndoshta këto burimet, resurset që i kemi, me i fokusu edhe me qëllim drejt qëllimit tonë përbashkë, që vërtet me transformu shoqërinë tonë, shkollat, universitetet drejt një shoqërie të dijes. Ju prif të mora e ju uroj konferencë suksesshme. Faleminderit. Duke ju dëshiruar mirëseardhje në këtë aktivitet tonin të përvitshëm, më lejoni të bëj edhe një përmbledhje të asaj se ku qëndron kjo konferencë në raport me punën tonë si institucion. Çdo konferencë është një mundësi për të shkëmbyer e prezentuar rezultate kërkimore. Por kjo konferencë ka edhe një mision pak më ndryshe dhe një mision tjetër. Kjo është krijojmë një hapësirë për reflektim mbi sfidat me të cilat përballet profesioni i mësuesisë në ditët e sotme.
Duke ditur që ekziston një dakordim shoqëror për cilësinë e munguar të shkollimit sot në Kosovë, është më mirë sot se asnjëherë më parë të bëjmë disa pyetje që janë shumë relevante. Si po ndryshon profesioni i mësuesisë? Cili është statusi i tij në shoqëri? Apo arrim të tërheqim kuadrot dhe talentet më të mira të këtij vendi në këtë profesion? Apo i përgatisim ata për një realitet që po ndryshon me ritme të paprecedenta dhe si po i përgatisim si mëdhënësit dhe po i përkrahim ata për gjatë karrierës që të përballen me këtë realitet kompleks në profesionin e tyre. Përderisa të dhënat demografike dhe të dhënat e përgjithshme tregojnë se interesimi i të rinjve për studime në fushën e edukimit është në rënje, në të njëjtën kohë pritja ndaj mësimdhënësve është rritur e po rritet ndjeshëm. Brenda pak vitesh kemi kaluar nga mësimdhënia tradicionale e natyrës shkums dhe tabel tek nevoja për përdorim aktiv të teknologjisë digjitale. E sot po përballemi me sfidat dhe mundësisë e inteligjencës artificiale. Asnjë profesion tjetër nuk ka për detyrë të përgatisë brezat e rinj për një botë që po ndryshon kaq shpejt. Ndërsa në anën tjetër, ndryshimet si reforma kurikulare e licencimi i mësimdhënësve po perceptohen më shumë si kërkesa shtesë e kontroll se sa mundësi për përmirësim. Paralelisht, ndryshimet demografike dhe rënja i numrit të nxënësve po krijojnë një paradoks interesant. Nga njëra anë, krijohet përshtypja se në disa profile kemi më shumë mësimdhënës se sa është kërkesa, ndërsa nga ana tjetër po shkojmë gradualisht drejt mungesës së kuadrove të kualifikuara në disa profile të tjera. Kjo me që interesimi i të rinjve për studime në fushën e edukimit është përgjysmuar në 5 vitet e fundit. E Kosova vazhdon të ketë 5 fakultetet e edukimit, numër ky që të kalon vendet e rajonit në proporcion me popullatën që i shërben. Trajtimi i kësaj problematike komplekse duhet adresuar jo vetëm si çështje e tregut, por edhe si element i pragut minimal të profesionalizmit në profesionin e mësuesisë. Përballë kësaj situate, përgjigjja jonë nuk mund të jetë vetëm administrative apo teknike. Kemi nevojë për një vizion të ri për profesionin e mësuesisë. Një vizion që e bën profesionin më tërheqës, më prestigjos dhe më mbështetës për ata që përzgjedhin si kur përkushtohen edukimit të brezave të rinj. Në fakultetin e edukimit, ne jemi të vetëdijshëm që nuk mund të përcaktojmë se cilët të rinj dhe sa nga ta do të zgjedhin këtë profesion. Por, mund të ndikojmë në cilësinë e përgatitjes së tyre. Për këtë arsye, kemi investuar në avancimin e programeve tona ekzistuese, në zhvillimin e programeve të reja, në mësimdhënie më të orientuar drejt praktikës, në punë me grupe më të vogla, ofrim të pajisjeve teknologjike të kohës së fundit e resurse të tjera cilësore, në fuqizimin e praktikës profesionale dhe në ndërkombëtarizimin e përvojës akademike. Megjithatë, asnjë institucion nuk mund të adresojë vetëm sfidën kaq të madhe të transformimit të profesionit të mësuesisë. Suksesi i plot kërkon bashkëpunim ndërmjet politikësve, fakulteteve të edukimit, shkollave, mësimdhënësve dhe komunitetit kërkimor. Pikërisht këtu qëndron rëndësia e konferencës KICER. Në këtë kontekst jam veçanërisht i lumtur që kjo konferencë është shndërruar në forumin më të rëndësishëm vjetor për diskutimin e çështjeve të arsimit në Kosovë. KICER nuk është vetëm një vend ku prezantohen punime shkencore, është një hapësirë ku kërkimi takohet me praktikën, ku idetë sfidohen dhe ku ndërtohen ura për bashkëpunim në të ardhmen. Nëse arrijmë që gjatë këtyre 2 ditëve të kuptojmë më mirë sfidat me të cilat përballemi, të identifikojmë zgjidhjet bazuara në evidencë dhe të forcojmë bashkëpunimin mes nesh drejt një projekti të përbashkët të gjithë akterëve për transformimin e profesionit të mësuesisë, projekt shumë urgjent e besoj dhe i vonuar, atëherë konferenca jonë do ta ketë përmbushur misionin e vet. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, për kontributin tuaj dhe besimin që vazhdoni të ja jepni konferencës dhe fakultetit edukimit në punën e vet. Ju uroj punë të mbarë gjatë këtyre ditëve.